Arbana Osmani ka zgjedhur ta shijojë verën në një mënyrë të veçantë. Moderatoria e njohur ishte e pranishme në koncertin madhështor të Bad Bunny në Paris, ku mijëra fansa u mblodhën për të ndjekur nga afër performancën e superyullit portorikan. Pas koncertit, Arbana ndau me ndjekësit disa pamje nga atmosfera spektakolare, duke treguar se e kishte shijuar në maksimum këtë eksperiencë. Por ajo që mori më shumë vëmendje ishte mbishkrimi që shoqëronte postimin. Me dozën e saj të humorit, Arbana shkroi: "Not bad days in Paris, just Bad Bunny." Një lloj fjalësh që u pëlqye menjëherë nga ndjekësit dhe u bë pjesë e komenteve në rrjet. Me këtë frazë, moderatoria la të kuptohej se një nga momentet më të bukura të udhëtimit të saj në Paris ishte pikërisht koncerti i Bad Bunny. Postimi i saj u mbush shpejt me mijëra pëlqime dhe komente pozitive, ndërsa fansat nuk kursyen komplimentet për atmosferën e përjetuar dhe energjinë që Arbana përcolli përmes fotografive dhe videove. Me sa duket, kjo vizitë në Paris do të mbetet gjatë në kujtesën e moderatores, me koncertin e Bad Bunny si kulmin e gjithë udhëtimit.